Me qenë se ti nuk e marrë shumë seriozisht keson edhe herën e fundit. Pa di qysh do të mi marrë seriozisht për shembull ku janë 1.700.000 asaj mi met, jena met në dorë Dimajl Bashës. Shpia vetë seriozisht se marrë. Presidentja është në Amerikë, kryeministri në detyrë është në Amerikë, jo pëse këta e marrë seriozisht. Po, para mena çfarë figura jo serioze e kena të udhëhet këtë vend, edhe tani ku nalëm i hikun këto dy figura, zot shpije për momentin e kena Dimajl Bashën. A din ku jena degdisna, si mos ma keq. Bish ku nalësh kronologjikisht i këshyr figurat emblematike që kanë bërë shumë për këtë vend, duke fillu për i Rugovës, Hashim Thaqit, Kadri Veselit. Po tash është kua e Dimajl Bashës. Po që kjo regresja ka më pengon, mua edhe menoj që do të më pengu të gjithve. A ka shembull më të mirë për shembull si rasti Dimajl Bashës, për shembull kur provon me ndërtu një tregim ose një narracion televizion, nuk mundet 5 fjalë mi formulu brenda një fjalie, për shembull thot kena milshu nonat në livadë me lujt. Ani kjo ka qenë shumë a herët, ti të më tash njëri avancon. Po kjo nuk u konë kuvën e paleolitit. Avancimi ti është brenda kuvendit, dhe më tonë shkrye parlamentar. Kuvën e paleolitit, kjo u konë qëtë kohë që po vlasin për 3 vjetë. E kupton që në dorë të kujt ka met edhe tanë... Po, edhe e ki parasysh këta njerëz vazhdimisht janë në përpjekje të vazhdueshme me tensionu aksionerin kryesor. Se aksioneri kryesor është Amerika në këtë vend. A i ka aksionet ma shumëti. Tash në qofë se na thiremi në shtirin e sovranitetit, se i pash një 2 vajzat e vetë vendosës që kanë një debat televiziv, që kanë marrë vot masive. Deputete? Deputete, po. Edhe u mëneshit më ngre disa paralelet që na kena obligim të shtina sovranitetin cep me cep, e që edhe une u pajtojsha dhe u pajtoj shumë krejt. Po që kam ju bo drona vë ashtë janë hi? Kënë du të me thirna. është përgjithësi e këforit kjo? A e këforit. Hapësira ajrore është e këforit si pas policisë të Kosovës dhe institucioneve të Kosovës. Më thonë, po që kjo është problemi. Na jena aty nga cmu aksionerin kryesor, sepse na këtë vend, këtë trull, e runë këfori. Hapësirën ajrore të veriut. Ndash ajrore, ndash toksore, ndash qysh dushmere. Po na gjithmonë para fakteve, këshyre mi shtrembru për shambull. Se këna dashtu që kënë, se i na konë tuca, se këna gëzov me shkunu që ke. Tani në momentin që jetë tuc, ti du të me shaj, du të me thonë diçka. Në momentin që se me analizojnë teritorin, ti du të me dojnë televizor, me thonë që na gjojnë teritorin, me dukush jena na, e këna shliru veriun. Këtë këto probleme është që pa dasht me konë destruktivi skajshëm. Po, viç shihne gjendjen, për shembull i gjojnë 2-3 senator, që nuk pënën vlefcoj punën e senatorit. Është tip deputeti. Mund tjetë një Dimajl Bashi verzionit Amerikan. Edhe dalin fotografi që atë. Por që, komplet takimet që janë aranjhu atje, nga shtetet serioze, jënë publiku në faqe të State Departamentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Nuk është publiku... Kërkon hesë se ki. Kurte? Jo, për Vjosa Osmanin të një dalë taj, sa do se moren hesë seriosisht. A, do më thënë takimet që kam pas me presidentin nuk janë publiku në faqe të zyrtare. Absolutisht. Një takim sot që është nëzirë një fotografi, është nëzirë ku është prezent edhe gjuri që e du të këthejmë në kohë, kur Hashim Thaqi ishte në këtë vend, e ngreh ke zhag ka qendra, ke ishkon bashkë me ta ullë, që këtu është i pari gjuriqi, po, i pari, e këtë fotografi, kjo është fotografia që është u komentu këgja shumë, këto orë të fundit. Këtë fotografi nuk e kanë zerë Vjosa Osmani, nuk e kanë zerë.
Këta janë hipokrit. Pra isha dhe kjo kone vedishme që kjo fotografi ka më bu publike, se... Kjo është... Nuk më nëshme të nëtu me fshi një fotografi që ka shumë personalitete brenda kësoj. Kjo është hipokrizi e lojit vetë, kur ti provën me mbulu dilin me shosh. Kjo fotografi, neve që ka na dëshmën, që këta janë veç mashtrus. Kur gjë ma shumë. Populli Kosovës do të me fillu, me mendu seriozisht që mos me i votu këta mashtrus. Ta që kena shancin edhe mundësin ma të madhe me 12 tetor, menoj që akt patriotik është, që ta kamera është, akt patriotik është mos me votu vetë vendosin. Në qofë se dënë mi bon nërë këti veni, s'do të me votu vetë vendosin. Sepse këta në se cilën mundësi që i ipet hapsir, si i ipet, këta provojnë me mashtru. Vesh provojnë me mashtru. Kur që tjetër? Kupina ka bo deklarat zyrtare rrët këti takimi që ka ndodhë. Zëdhënësi presidentës. I zyres të presidentës dhe ka thënë që në këtë takim kanë qenë tëftuar kritë shtetet e Ballkanit Perëndimor dhe nuk është folë për politik, po për ekonomi. A pe kuptën që shqiren falë me dërës ta, që shqiren me neutralizu. A përgjësi me marrë dhe me këqën adultë të gjitha shtetet kanë qenë pjesë marrëse të Ballkanit Perëndimor. Kjo është qëndrimi zyrtar edhe shpjegimi zyrtar që ka dhënë zoti Kupina. Po nuk e ka pas mërën lider tonë, nuk e kam pas të lashe me kënë për takohen. Po ti duhet me konë faqebarë se e konë në kupim. Ti duhet me taku, këti duhet me dalë, me aplasë zemën, në kuptimin, në jargonin populor, shtu për thamë. Pse duhet mu më shefti pe këtina, këti duhet me dalë, e me asit flamurin, e me trishtu. Pse me i këti? Pse e ke pru punën me ra mbela pa e mytë kërkan? Këta e në ra mbela pa e mytë kërkan. Dhe më thonë, shkën, takohet tinez, i del tash fotografia, tash del ajzot e Kupina, del mënuat me justifiku ta kem njërë të fshet, nuk është kur më ledhen kryq ta njerës. Jo provën me nuk mundet me provu edhe me dash, se është pak e pa mundur. Ideja është ka prit momentin e duhur me dhonë lojmin që në taku, me liderët e shtetit Ballkanit Perëndimor, kanë diskutu për ekonomi. Ti po vletë për njerëz normal. Po, që ashtu po e marrë edhe presidentën që është njeri normal. Jo, e bojna në emisen tjetër vlasë për njerëz normal. Okej, mentor, mu lidhë për takime që i kemi, dy liderët i kemi jashtë vendit? Po, njësë në mas pari për këti takimi, tani përdalim pak edhe të kjo qështja e kësaj vizitës të fundit, edhe kësaj, shme thonë, nga rendjes tyne, këti vrapit madhë që në të bo me shku në Amerike me taku njerëz kënë të mujnë, veç sa për me konsum politik. Kënë të zatetin. Kënë të zatetin në rrugës. Gjëmbalen, aj që i ka pas premtu. Ja, ato gjësysh, ato investimet, ato do me zatet. Kupina ka thënë që në këta kem, presidentja ka ardhë e fundit, do me thonë, pjesën e dytë, pjesën e dytë takimit, arsyeja ka qenë që ka pas shumë takime tjera para prake. Qka është si mos letësusën që se ka ardhë e para ose fundit? Bishpak, që po të regojnë se Kupina po të regojnë arsyeja se ka shku në pjesën e dytë. Ka shku për shkak që Osmani ka pas takime tjera para prake të rëndësishme, ma ndej i ka ardhë rani me shku mullë të avëlinë edhe me liderët e Ballkanit Perëndimor. Unë e lexova... Më shajt trosh, thuj, Vjosa Osmani s'ka dasht me pa vetë vendosja që të fotografi.